Gjesti dhe Danja mbrëm kanë ofruar një bisedë të drejtpërdrejtë dhe emocionuese, ku zbuluan shumë nga marrëdhënia e tyre komplekse. Nelin, mbrëmjen e kaluar, atmosfera në shtëpinë e Big Brother ishte e ngarkuar me emocione, kur Gjesti dhe Danja ndan momente të veçanta. Të dy ata shprehen në lidhje me ndjenjat e tyre, ku Gjesti, me një koment të papritur, e ndau se edhe në buzë kam qef me të shiku, duke i dhënë të gjithë ngacmimit një dimension tjetër, ashtu si shpjegohet. Qëndrimi i Gjestit dukej se ishte më shumë se një thjesht vlerësim estetik. Ai duket se ishte i fascinuar nga modelja, e cila, megjithatë, këtë periudhë kohore e kalon duke ndihmuar një marrëdhënie që përflitet jashtë mureve të shtëpisë. Përveç kësaj, Danja nuk e ka fshehur faktin se ka një lidhje jashtë, e cila e bën situatën edhe më të komplikuar dhe intriguese. Nelin, kjo dinamikë e tensionuar mes tyre ngre pyetje rreth natyrës së marrëdhënieve në reality show. A është kjo marrëdhënie e thellë dhe e sinqertë, apo thjesht një strategji për të mbajtur vëmendjen e publikut? Nelin, shumë ndjekës të emisionit kanë shprehur mendimin se Gjestit i pëlqen të luajë me ndjenjat e tij, por gjithashtu e vënë në pa se Danja duhet të ruajë integritetin e saj përballë këtyre komenteve. Gjesti është një personazh që nuk ka frikë nga skenat e dramës dhe ngacmimeve, por çfarë mund të nënkuptoj këtë për Dina? Ndoshta ajo ka ndjenja të thella për të, ndjesi që përpiqet t'i mbajë nën kontroll për shkak të angazhimeve të saj jashtë shtëpisë. Pjesëmarrësit e tjerë gjithashtu e vojnë re atmosferën e tensionuar dhe janë të interesuar të shohin se çfarë do të ndodhë ndërmjet tyre në ditët e ardhshme. Nelin, Danja, në përpjekje për të mbajtur ndarjen e saj, përpiqet të qetësojë situatën duke theksuar se lidhja e saj jashtë ka prioritet. Kjo krijon një kompleksitet interesant në natyrën e marrëdhënieve të saj me Gjestin dhe tregon se si kanë kaluar nëpër situata të ngjashme, por gjithmonë duke e mbajtur komunikimin e hapur. Nelin, në këtë kontekst, ajo që është e rëndësishme të kuptohet është se Big Brother nuk është vetëm për eliminimin e konkurrentëve, por gjithashtu për shfaqjen e dinamikave njerëzore, emocioneve dhe etikës në marrëdhëniet e reja që formohen nën presionin e medias. Çfarë ndodh në prapaskenë e tregon një histori të tij përtej asaj që